Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doni të jetoni 100 vjeç, ja vitaminat që duhet të marrin 40 vjeçarët që të jetojnë më gjatë dhe shëndetshëm. Me kalimin e viteve njeriu duhet të kujdeset më shumë për shëndetin e tij. Në këtë video sipaselit.com do të rendisim vitaminat që duhet t'i merrni me patjetër pas moshës 40 vjeçare, në mënyrë që të keni një jetë më të shëndetshme dhe jetëgjatësi më të madhe. Fibrat. E dini se fibrat janë ndër lëndët ushqyese më të rëndësishme ndërkohë që plakeni. Ato ofrojnë mbrojtje kundër goditjes në tru, parandalojnë kapsllëkun, ulin gjithashtu kolesterolin, nivelin e sheqerit në gjak. Gratë mbi 50 vjeç duhet të marrin të paktën 21 gram me këto lëndë ushqyese, ndërsa burrat duhet të marrin 30 gram. Kjo e barazvlefshme me 6 deri në 8 racione me dridh ose me 8 deri në 10 racione me perime. Një tjetër element shumë i rëndësishëm pas moshës 40 vjeçare dhe jo vetëm, është edhe kaliumi. Kaliumi luan një rol kyç në pothuajse çdo gjë brenda trupit, si për zemrën, veshkat, muskujt dhe nervat. Ajo ofron mbrojtje gjithashtu kundër goditjeve në tru, tensionit të lartë të gjakut dhe osteoporozës. Kumullat e thara, bananet, spinaqi, qumshti dhe kosi janë ndër burimet më të mira. Flisni me mjekun tuaj përpara se të merrni suplemente, pasi mund të keq veprojnë me ilaçet për tensionin e lartë, migrenën dhe gjëra të tilla. Një tjetër element shumë i rëndësishëm pas moshës 40 vjeçare dhe jo vetëm, është edhe zinku. Kjo lëndë ushqyese ndihmon shqisat e nuhatjes dhe lufton infeksionet dhe inflamacionet. Zinku mbron gjithashtu shikimin. Goca e detit është ndër burimet më të mira të këtij minerali. Magnezi. Ky mineral mbron kockat dhe i mban të qëndrueshëm nivelin e sheqerit në gjak. Mund ta merrni atë nga frutat e thata, fara dhe perimet jeshile. Me kalimin e moshës jeni më të rrezikuar që të zhvilloni probleme digjesive ose të merrni ilaçe që pengojnë trupin të absorbojë lehtësisht magnezin. Vitamina B12. Kjo vitaminë ndihmon në zhvillimin e qelizave nervore dhe gjakut. Mund ta merrni në mënyrë normale nga ushqimet me bazë shtatëzore si mishi i viçit, peshku, vezët dhe produktet e bulmetit. Duke qenë se 30% e njerëzve mbi 50 vjeç kanë një gjendje të quajtur gastrit atrofik, kjo vështirëson absorbimin në trup të vitaminës B12 nga ushqimet. Kalciumi. Me kalimin e moshës, ju filloni të humbisni më shumë nga ky mineral se sa absorboni, duke humbur kështu masën kockore dhe duke rritur rrezikun e zhvillimit të osteoporozës. Gratë në fazën e menopauzës, sidomos ato që janë të rrezikuara. Kalciumi ndihmon në funksionet si duart të muskujve, nervave, qelizave dhe enëve të gjakut. Gratë mbi 50 vjeç dhe burrat mbi 70 vjeç duhet të marrin 20% më shumë nga ky mineral se grupmoshat e tjera të rritura. Qumshti dhe kosi dhe djathi janë ndër burimet më të mira të kalciumit dhe duhet të jenë pjesë të dietave tuaja. Edhe pse mendohet se kockat absorbojnë në pjesën më të madhe të kalciumit në vitet e para të jetës, zakonisht para moshës 30 vjeç, kjo lëndë ushqyese luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e kockave dhe rritjen e moshës. Kalciumi nevojitet në funksione të tjera bazë të trupit, si kontraktimi i muskujve, funksioni i nervave, zemrës dhe funksione të tjera biokimike. Dhe nëse nuk merrni mjaftueshëm kalcium nga dieta, trupi e merr kalciumin nga kockat, prandaj fillojnë edhe dobësohen. Për ta mbyllur ju duhet kalcium pas moshës 40 vjeç. Megjithatë nuk duhet të teproni me të, sepse jo vetëm që nuk do t'jap asnjë përfitim, por mund të shkaktojë probleme shëndetësore. Gratë mund të marrin sasinë ditore të kalciumit 1000 mg në ditë për moshën 40 deri në 50 vjeç dhe 1200 mg në ditë mbi moshën 50 vjeç. Nëse konsumoni ushqime të pasur me kalcium si produktet e bulmetit, peshk, brokoli, bajame dhe spinaq, atëherë do ta merrni atë në mënyrë më natyrale. Vitamina B12. Sapo të mbushni 40 vjeç dhe patjetër pas të 50-tave, vitamina B12 duhet të jetë primare. Është shumë e rëndësishme për qarkullimin e gjakut në funksionin e trurit. Fëmijët dhe të rinjt mund të marrin vitaminën B12 nga ushqimet, gjendet e produkte shtatëzore si mishi, peshku, mishi pulës, bulmeti dhe vezët. Me plakjen e trurit fillojnë edhe të vështirësohen absorbimet e vitaminës B12, sidomos pas të 50-tave, kur dhe nivelet e acideve në trup fillojnë të shterohen. Pas moshës 40 vjeç dhe para se të mbushni 50 vjeç, është më mirë të merrni vitaminën B12 nga suplementet ose multivitaminat. Përpiquni të merrni 2.4 mg në ditë dhe nëse merrni më shumë mos u shqetësoni.
Duke qenë se është vitaminë e tretshme në ujë, mund ta urinoni pjesën e saj që nuk nevojitet. Vitamina D. Vitamina D është shumë e rëndësishme sidomos pas moshës 40 vjeç, pasi parandalon problemet që lidhen me moshën. Mungesa e vitaminës D lidhet me diabetin, sëmundjet e zemrës, sklerozën e shumëfisht, problemet e gjirit, ato dozorës së trashë edhe problemet që rriten me moshën. Vitamina D është gjithashtu shumë e rëndësishme për absorbimin e kalciumit në trup. Disa nga burimet ushqimore të vitaminës D janë peshku, bulmeti, drithrat, megjithatë është e vështirë absorbimi i vitaminës D që merret nga ushqimi. Dielli është burimi më i mirë i kësaj vitamine. Në dimër bëhet shumë e vështirë marrja e vitaminës D. Prandaj ekspertët rekomandojnë suplementet e vitaminës D3 që mund t'i merrni gjithmonë në mbikëqyrje në një mjeku. Është e rëndësishme që nëse keni mungesa të theksuara të kësaj vitamine, të konsultohuni me mjekun përkatës, për të evituar kështu edhe komplikacionet që mund të keni në shëndetin tuaj. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm, më saktë minerali i duhur për moshat mbi 40 vjeç është edhe magnezi. Funksionon kryesisht edhe për të ndihmuar në rregullimin e tensionit të gjakut, shumë i rëndësishëm kjo për gratë mbi 40 vjeç, të cilat janë tashmë të rrezikuara nga tensioni i lartë i gjakut për shkak të moshës. Mungesa në magnez lidhet me sëmundjet e zemrës, diabet dhe inflamacion. Magnezi gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në absorbimin e kalciumit, ndihmon në funksionin e muskujve, nervave dhe zemrës, si dhe mbajtjen nën kontroll të glukozës në gjak. Nëse konsumoni një dietë të shëndetshme dhe të balancuar, mund të merrni dozën e nevojshme të magnezit. Nga ushqimet gjendet teperimet e gjelbra, bishtajat, produktet e sojës, frutat e thata, fara të ndryshme dhe avokado. Dozat e larta të magnezit nuk shkaktojnë ndonjë problem të rënd, megjithatë mund të shkaktojnë diarre, të përzierje ose dhimbje. Kaliumi. Kaliumi luan një rol të rëndësishëm në mbajtjen nën kontroll të tensionit pavarësisht nga mosha. Ekspertët rekomandojnë që gratë të cilat janë afër fazës së menopauzës të marrin sa më shumë kalium nga ushqimet që ulin rrezikun e goditjeve në tru. Ato janë gjithashtu kundër marrjes së suplementeve të kaliumit, vetëm nëse jepen në rekomandim nga mjeku për një gjendje tjetër mjekësore. Dozat e larta të kaliumit mund të dëmtojnë traktin gastrointestinal dhe zemrën dhe mund të shkaktojnë arritmi kardiake dhe rrezik për jetën. Njerëzit mund të marrin kaliumin duke ndjekur një dietë të shëndetshme të ushqimeve, të tilla si bananet, patatet e ëmbla, fasulet, thjerëzat e të tjera. Një tjetër mineral shumë i rëndësishëm për moshën 40 vjeçare dhe jo vetëm është omega 3. Teknikisht ato nuk janë vitamina, megjithatë acidet yndyrore omega 3 e meritojnë një vend në listë për shkak të përfitimeve të tyre të shumta shëndetësore, sidomos nëse ndihmojnë për të përballuar ndryshime negative që vijnë me moshën, si rritje e rrezikut të sëmundjeve në zemër dhe rënja e aftësive njohëse. Studimet kanë treguar se acidet yndyrore omega 3 ndihmojnë gjithashtu në uljen e niveleve të tensionit të gjakut dhe kolesterolit të keq. Ulin edhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës, luhatjen e niveleve të rëndësishme dhe forcimin tuaj të kujtesës, dhe mund të jenë një zgjidhje mjaft e mirë e dietave tuaja të përgjithshme. Një studim i fundit madje ka zbuluar se njerëzit me nivele të larta të acideve yndyrore omega 3 në gjak performojnë më mirë në testet e memorjes dhe të menduarit abstrakt krahasuar me individët që i kanë këto nivele tepër të ulta. Edhe pse mund të merrni acide yndyrore omega 3 nga ushqimet si peshku, bajamet, farat e linit dhe perimet e gjelbra, suplementet gjithashtu janë një mënyrë shumë e mirë për të siguruar që po merrni mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Merrni rreth 500 mg në ditë gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti. Dhe nëse vuani nga një sëmundje e zemrës, nga 2000 deri në 4000 mg nëse keni nivele të larta të triglicerideve. Dhe sigurohuni që të pyesni mjekun tuaj rreth dozës së saktë që po merrni nëse merrni hollues gjaku, pasi mund të ketë efekte anësore të rënda. Edhe probiotikët janë shumë të vlefshëm për moshat mbi 40 vjeç, pasi mund të ndikojnë gjithashtu në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj për çdo ndryshim që bëni, informoni mjekun për të marrë më shumë përfitime dhe për të evituar dëmet. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.